po e them sinqerisht, e bojnë për veti, për ndryshe udhëheqësit tanë nuk e meritojnë këtë stabilitet sepse po e keq përdorin. Ne kuptojmë që sindikatat gjithherë nuk e kanë lehtë luftën që e bojnë gjithherë në korniza të ligjeve. Por hala më e vështirë është ajo kur partnerin nuk e kije në farë forme partner serioz dhe këtu ndryshojnë çështjet. E marr një rast konkret, për shembull që e thatë këte. Dikun nëse nuk gabojnë qershor ose në korrik për 12 ditë punëtorë të sigurimit të ÇKK-s për 12 ditë kanë nejtë jashtë vendeve të veta të punës. Kanë nejtë për shkaqe të individëve të cilët kanë menduar që të përfitojnë në, po themi kështu, rreth rrotullimit e të nderit. Dhe çka është hala më e rënda kjo. Këta punëtorë i kanë marrë dikun ka 330 euro. Kanë dalë nga institucionet tona që në vend që një farë forme të solidarizohen me neve dhe dalin pikërisht nga ministrit ku ne kishme partneritet për ta zgjidhur këtë problem, dhe thonë, ndëgjoni, këta kanë prapavi politike. Prapavi politike do mund i quheshin punëtorët të cilët ishin të larguar pa të drejtën e tyre, do mund larg pagesës, i kishin flak tërësisht prej punë dhe këta njerëz dalshin kërkojshin që të kthehen sa më shpejt në vend të tyre të punës dhe institucionet tona thonin nuk i kishin ose po them në çfarë niveli kanë rënë në vend që të luftohet se si të kthehen sa më shpejt në vend të tyre të punës, këta thonin ka prapavi politike dhe pse në fakt është në shumicën e rasteve në këtë grevë që kemi bë, një pjesë bukur e madhe punëtorëve dashur me liru sepse s'kan pas mjete as deri në grevë që të keni qasje. Qa mund të themi, kemi pasur një dialog, ne kemi pas dialog, kretë ky dialog është bo vetëm me fuqi, me forcë. Kemi pas dialog kur kemi bo protest, kur kemi bo grevë, kur kemi dalë punimit. Përndryshe, si partner, nuk kemi respektuar asnjëherë ashtu siç e don, po themi, çështjet ligjore që i kemi në nivel të Kosovës. Me një partneritet të tillë, gjithherë kemi qenë kundërshtar i desh, po aq më keq që neve shpeshherë në kërkesat tona reale na qesin një terren krejt që domthon këta janë ata të cilët don me trazu Kosovën. Merrni me mend sa jemi të sinqertë që nuk e meritojnë këtë sinqeritet të jap dikush. Që nga fillimi ose që nga vendosja e datës për mbajtjen e zgjedhjeve komunale, domthon ne kemi marrë vendim edhe më herët që gjatë fushatave zgjedhore nuk bëjmë protesta dhe nuk bëjmë greva edhe përkundër asaj që jemi të dëmtuar shumë. Vetëm me një arsyetim që spakut çështjet tona ligjore, zgjedhjet mos janë të ngarkuara dhe mos japim dikujt, po themi mos i afektojmë dikujt pozitivisht e dikujt negativisht, dhe jemi duruar dhe kemi qëndruar që nga shtatori për shumë gjëra dhe nuk kemi bë grevë pikërisht për të që e thash më herët. Kemi hyrë në muajin e 4 dhe punëtorët dikush ka marrë një rrogë, dikush ka marrë gjysë rroge dhe kemi dashur një stabilitet zgjedhor ashtu siç duhet, por po e them sinqerisht e bojmë për veti, përndryshe udhëheqësit tanë nuk e meritojnë këtë stabilitet sepse po e keq përdorin.